Numri i aksidenteve fatale në vendin e punës në Shqipëri ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë vitit të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 48 punonjës humbën jetën në vendin e tyre të punës, rreth 30% më shumë krahasuar me një vit më parë. Inspektorati i punës ka identifikuar ndërtimin, miniera dhe industrinë prodhuese si sektorët me riskur më të lartë si për numrin e aksidenteve, ashtu edhe për pasojat fatale. Shkaqet kryesore të aksidenteve lidhen kryesisht me punën në lartësi, shembjet në galeritë minerare, përdorimin e makinerive industriale dhe aksidentet rrugore gjatë orarit të punës. Një pjesë e konsiderueshme e rasteve fatale lidhet pikërisht me këto situata. Gjatë vitit të kaluar, u regjistruan 212 aksidente në vendin e punës, gati më shumë se në vitet paraardhëse. Nga këto, një pjesë përfshin edhe aksidente rrugore, të cilat klasifikohen si aksidente në punë, pasi ndodhin gjatë ushtrimit të detyrës. Ndërkohë, në 3 muajt e parë të këtij viti, janë regjistruar 53 aksidente me 9 viktima, kryesisht në sektorin e shpërndarjes së mallrave. Autoritetet bëjnë thirrje për forcimin e kulturës së sigurisë në punë, si nga punëdhënësit, ashtu edhe nga punëmarrësit, për të ulur numrin e incidenteve. Të dhënat tregojnë se pavarësisht përpjekjeve për përmirësim, siguria në punë dhe formalizimi i tregut mbeten sfida të rëndësishme për ekonominë e vendit. Në këtë radhë, Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve shërben jo vetëm si një moment reflektimi për të drejtat e punonjësve, por edhe si një thirrje për veprime konkrete. Rritja e aksidenteve dhe prania e vazhdueshme e informalitetit tregojnë se mbrojtja e jetës në punë mbetet ende një sfidë e hapur. Përtej simbolikës së kësaj dite, siguria në vendin e punës dhe respektimi të drejtave duhet të kthehen në prioritet të përditshëm, në mënyrë që zhvillimi ekonomik të mos vijë me kosto njerëzore.